Të nderuar miq, vim në sezonin e radhës, në sezonin e dytë të podcastit Mos Esht. Në fakt, podcasti Mos Esht ka ardhur që në krye të herës një domosdoshmëri për qytetin e Pogradecit, atje ku pjesa më e madhe e fjalës censurohet nëpërmjet aparatit publik, duhet thënë, por nga ana tjetër, së dyti ka ardhur si një domosdoshmëri për një vitare për të folur, por pa censur dhe pa pasur bariera për të ftuar edhe njerëzit që duan të flasin. Në fakt, Shqipëria është dominuar gjithmonë nga ajo që njihet si një dorë e ekurt që nga vitet 44 edhe në vazhdim. Një dorë e ekurt e cila pavarësisht kush parti ka ardhur në pushtet, pavarësisht kush qeveri ka qeverisur apo çdo individ që ka qenë në krye, ka pasur një qëllim kryesor, të heshti qytetarët, të heshti masat, të heshti gazetarët, por ne këtu zgjedhim që të mos biem pre e kësaj skeme. Dhe pikërisht në fakt pjesën e parë të sezonit të dytë do të hapim me dikë që ka refuzuar të heshti, pavarësisht presionit politik, pavarësisht mekanizmave, mjeteve që janë përdorur. E kam fjalën për aktivistin Kevin Muçllari dhe një mik im i hershëm që në universitet. Kënaqësi që me mua sot. Kënaqësia është ime. Kevi u bën vite që ne të dy njihemi që nga auditorët e konferencave shkencore në universitet. Dhe më vjen mirë që ke mbajtur të njëjtën linjë. Të njëjtën gjë mund ta them për ty. Faleminderit. Unë fakt kam thirrur për aktivizmin komunitar dhe për disa çështje që kanë ndodhur në Pogradec. Disa çështje që kanë marrë një eon shumë të gjerë. Për pak kohë u pe si kriminal. Sepse porositë e pushtetit mund jenë tilla që dikush të shpallë edhe armik i klasës, kështu që ti je brenda asaj stigme. Më fol pak për veten tënde. Kur flasim për veten tënde, për aktivizmin tënd, për atë çka ti kontribon në komunitet, sepse janë çështje diverse, nuk është specifike. E para një herë kam bindjen që angazhimi komunitar duhet burojë nga shqetësimi i brendshëm. Pra, dikush duhet ketë shqetësim për diçka, për më tepër edhe në raport me atë që përmende, pra në raport me komunitetin. Pra si i djath po them kështu ose si konservator që jam, konservatorizmi një nga themelet e veta ka komunitetin. Dhe prej këtej shqetësimi për komunitetin, sepse mendoj unë njerëzit rriten komunitet, zën fill në komunitet, pjesë e atij komuniteti është familja e tyre, janë miqtë e tyre, farefisi. Pra çdo gjë buron nga komuniteti. Kështu që praktikisht sipas pikpamjes sime, ajo që unë besoj lidhur me shoqërinë në përgjithësi është që ndryshimi mund të vijë përmes komunitetit. Pra, ne sigurisht që ndoshta mund të kemi ambicie dhe aftësi për të ndryshuar shumë gjëra, ndoshta për të qenë aktor me ndikim të lartë edhe në nivel kombëtar, por që gjithsesi e rëndësishme është që aktivizmi të nisë në nivel komunitar, sepse aty është shqetësimi më imediat, më i menjëhershëm, pra shqetësimi i drejt për drejt i cili buron nga këto elementë që unë sapo i përmenda. Kështu që praktikisht nisur nga ky shqetësim që unë dhe miq të mi e kemi pasur për komunitetin tonë, atëherë ne kemi ndërmarrë edhe iniciativa të cilat janë në shërbim dhe në dobi të komunitetit. Të gjitha këto pra nga një dashuri për komunitetin, si më thënë. Kështu që praktikisht nisur nga kjo bindje, nga kjo pikpamje që ne kemi pasur për shoqërinë dhe për komunitetin, atëherë ne kemi mbërritur këtu. Pra kemi dalë që të mbrojmë një çështje, të ngrem një kauzë e cila është thellësisht komunitare, thellësisht e drejtë dhe e cila synon që të prek interesat e një komuniteti, praktikisht interesat tonë. Pra kjo ka qenë shtytha themelore që na kanë nxitur ne të ngrihemi, të ngrem një kauzë e cila i përbashkëson të gjithë njerëzit në pikpamje komunitare. Kevi, e di çfarë është pafytyrësia më e madhe në këtë vend? Pafytyrësia më e madhe në këtë vend është se teksa të rinj duan të ikin, gjithmonë më tepër, dhe po mbetemi vetëm një grusht. Këta që duan të rregullojnë vendin e tyre, ata që mbeten, vjen përballë represionit. Në fakt, më kujtohet një shprehje shumë interesante nga një film shqiptar, Nëntori 2, dhe Ismail Qemali në
në karrocën që vjen drejt Vlorës thot sa bukur është një fëmijë që flet thot, gjumi e rit fëmijën. Por këtë gjë nuk mund ta themi të njëjtë për popullin, sepse gjumi e vdes një popull. Dhe ky popull jonë është në agonitë e fundit, në gramat e fundit, sepse zgjedh të mos reagoj, gjithmonë të heshti. Pikërisht edhe stigma e vet e emisionit tonës mos hesht vetëm për arsyen kryesore, sepse njerëzit duhet flasin. I vetmi mekanizëm që i ka mbetur sot është fjala. Dhe ju pikërisht vetëm që folët, po flas si komunitet, jo si kemi, vetëm që folët u vurët në shenjestër të shumë sulmeve. Të disa që i din qytetarët, ishte rasti i fundit në Këshillin Bashkiak që ne do të diskutojmë pak më vonë, por edhe shantazhimeve apo intimidimeve personale të vetë banorëve. Sa e vështirë është përballesh pikërisht me gjithë këtë trysni të madhe. Është një aparat që keni përballë. Sigurisht që është shumë e vështirë. Por para se të shkojmë tek vështirësia që ndeshim në raport me këtë aparat, i cili shpeshherë tenton të jetë edhe represiv, sepse kjo është një parim pothuajse në shkenca politike, në filozofinë politike, pra një pushtet i cili nuk jep llogari, pra një pushtet pa llogaridhënie praktikisht ndrohet në tiranik, sepse kështu është konceptuar edhe pushteti në sistemin politik modern. Pra duhet krijohen disa balanca të cilat të kufizojnë rendjen drejt tiranisë të pushtetit politik, pra që të mos lejojnë që ky pushtet të bëhet represiv, të bëhet tiranik. Tani lidhur me faktin që ma njohet ti si merit, mund ta njoh më shumë ty se sa vetes. Pra që ne jemi ata të cilët mundohemi që nisur nga ajo që e thash pak më parë, të ngrejmë disa kauza, të ngrejmë disa shqetësime, të adresojmë publikisht disa çështje të cilat janë shqetësuese dhe kanë nevojë për artikulim publik, me qëllim që të marrin zgjidhjen e tyre. Dhe në këtë përpjekje ne përballemi jo vetëm me heshtjen dhe reprezaljen e institucioneve, por edhe me apatinë e njerëzve. Mirë, po këtu kam një tezë time që buron deri diku nga leximet e mia. Jam i prirur që të mos e fajsoj direkt popullin, sepse kjo është në gjykimin tim një tentativë që bëhet përgjithsisht për të fajsuar vetëm popullin. Dhe sigurisht që ka një truk demokratik këtu, pra teksa thuhet që sistemi demokratik ka krijuar një mekanizëm që është zgjedhja. Pra janë zgjedhje, do të thotë pas 4 vitesh, nëse ndodhin të gjitha këto që ndodhin aktualisht në Shqipëri, atëherë njerëzit duhet shkojnë te kutia e votimit dhe të mos votojnë atë qeveri e cila ka abuzuar me besim që qytetarët i kanë dhënë. Mirë, po ka një klasë tjetër që është shumë e rëndësishme këtu. Dhe kjo vlen edhe për diskutimin ton, klasa që unë e gjykoj elitare ose intelektuale. Pra këta, si me thënë, janë rojtarët e demokracisë së një shoqërie. Këta janë ata që në mesjet kanë qenë priftërinjtë e kohës. Pra nëse priftërinjtë u prishën ose u degeneruan, u shkatërruan, pra e ndotën doktrinën e tyre, ndodhi ajo që ndodhi. E njëjta gjë ndodhet në një sistem demokratik. Për shembull, nëse do të marrim raste nga Europa dhe nga SBA-ja përgjithsisht, ata kanë institucione shumë solide, shumë të forta, të cilat janë të themeluara mbi check and balance, pra Balancimi i pushteteve. Balancimi i pushteteve, por gjithashtu kanë edhe elita intelektuale të cilat e përdorin intelektin e tyre për të mirën publike. Pra janë pararoj e së mirës publike, janë pararoj e demokracisë. Në vendin tonë, për fat të keq, dhe kjo është bindja ime, përgjegjësia kryesore për këtë degradim që i ka ndodhur nivelit të demokracisë në Shqipëri, por edhe shoqërisë shqiptare janë elitat. Pse? Sepse elitat janë përgjegjëset kryesore për rregullimin ose prishjen e një vendi. Janë ata të cilët duhet mbajnë përgjegjësi për së pari për sa i përket nivelit të demokracisë të një vendi, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket mirëqeverisjes, sepse si rregull këta pretendohet që janë truri i vendit dhe truri, pra edhe metaforikisht, por edhe praktikisht ka detyrën që ta udhëzojë njeriu. Në këtë rast elitat tona nuk e kanë kryer këtë detyrë dhe për fat keq elitat tona pothuajse njësh me pushtetin. Kështu që sigurisht tu
është i përfshirë edhe populli, sepse unë mendoj që kur prishen elitat, domosdoshmërisht tërheqin me vete edhe popull. Absolutisht. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Ne kemi elita të prishura dhe popull të prishur, për fat keq. Por sigurisht duhet përmendur ka rezistencë. Pra, ti je një nga ata që bën rezistencë, se shpesh herë dëgjojnë fjalën ku është populli. Besoj që edhe ne populli jemi hym te kategoria popull, pra ka rezistencë. Kjo duhet parë me shpresë, me optimizëm. Pra, për sa kohë që ka rezistencë, ka liri, ekziston mundësia dhe shpresa që ky vetë bëhet më mirë. Do jam i bindur që do bëhet më mirë, por varësisht nga parametrat, nga standardet që përcaktojmë. Jo thjesht do bëhet më mirë pa e ditur se çfarë është më e mirë. Në fakt unë si shumë gazetarë të tjerë, do të theksoj, nuk bëjmë atë që quhet puna e popullit, por bëjmë detyrën tonë për informimin e qytetarëve. Por problemi që ndron në këtë sistem që jemi, ne po e kthejmë diskutimin shumë teknik dhe rrezikon që pjesa më e madhe të zgjedhurve tan nuk do na kuptojnë për këtë që po flasim. Dhe për këtë jam i bindur. Është e sigurt do. Nuk na kuptojnë fare, po thon, po bëj një muhabet jashtëtoksor. Çështja që ndron në një aspekt tjetër kryesor. Unë zgjedh ta bëj detyrën ashtu siç është e përcaktuar dhe ashtu siç është e programuar. Por aparati i cili sot funksionon zgjedh çfarë të bëj? Një, të blej njerëz. Dhe çmimi i njerëzve të shitur dhe të blerë është më i ulët se çmimi në tregun e baktisë. Dhe e dyta, duhet të qëndroj në një moment tjetër, pra të që edhe ju përmendët, pjesën e popullit për krah pushtetit që tërheq. Më kujtoi një shprehje shumë e bukur e një miku tim thoshte, nëse shtetet e tjera si Maqedonia e kanë marrë popullin e tyre, pra populli i tyre ka marrë qeverinë në një thes në kuris dhe po i çon drejt Bashkimit Evropian, dihet që shteti ynë në shtetin ton më saktë ndodh që qeveria ka marrë popullin në thes. Dhe ajo që më bën më tepër përshtypje sot nga të tjerat është pikërisht heshtja. Zakonisht ndodh që të kemi votime masive për krah partisë që sot është në pushtet dhe nuk shoh në një pengesë që njerëzit votojnë siç duan. Por ajo që është lokalizuar më tepër është që janë segmentet të individëve, qytetarëve, të cilët sot reagojnë pavarësisht se kanë zgjedhur dikë tjetër. Dhe që kanë zgjedhur pikërisht personat që janë sot në pushtet nuk do të thotë që të japin gjitha atributet që ata të bëjnë siç duan. Për këtë rast, unë doja specifikisht edhe të dija mendimin tënd. A ka njerëz të zgjedhur qoftë në Pogradec, të cilët mbrojnë interesat e komunitetit? Se për shembull, ka dhe njerëz që janë opozitë. Më ka për shumë përshtypje një rast për rastin e Çoravës, që një qytetar që unë përkundrazi të gjithë i respektoj sepse jemi bashkë qytetar, por qasja atyre politike më trem, më ngre dyshime të mëdha. Rasti i Federik Pikulit. Është antar i Këshillit Bashkiak, i zgjedhur nga të djathtët, i cili ditën kur të gjithë janë bërë një zëri, paktën në opozitë, ata që konsiderojnë në opozitë, janë bërë një zëri për të dalë në mbështetje të komunitetit të Çoravës, ai ka votuar abstenim. Ka abstenuar për të votuar. Pra mungesa e një qëndrueshmërie korrekte. Ky është konstatim shumë i fortë. Unë nuk e di as për shkak se që kanë ndodhur edhe dinamikën e ngjarjes, nuk e kam shumë të kthjellët. Por që sinqerisht që nga trondicë. Pse? Sepse pra nëse bëhet fjalë për një kauzë të drejtë, duke pasur parasysh të gjitha këto që u radhitën më sipër, që pushteti është bërë represiv, ka pothuajse të gjitha numrat teknikisht për të qenë pothuajse i pakufizuar. Në këtë kontekst, nëse ne kemi të bëjmë me një opozitë, e cila praktikisht nuk është e qartë se çfarë duhet të mbrojë, se cili është misioni i saj, atëherë kjo është një opozitë e cila nuk është vetvetja, ose të paktën ka humbur misionin për të cilin duhet të ekzistojë një opozitë, qoftë edhe lokalisht. Që do të thotë, çfarë do të thënë të mbash një qëndrim abstenues? Pra,
A je i paqartë nëse kemi të bëjmë me padrejtësi? A je i paqartë nëse kemi të bëjmë me paligjshmëri? Apo ka diçka tjetër? Pra kjo duhet jetë e qartë, që edhe ne të dimë se me kë kemi të bëjmë. Pra, në qoftë se ne, këshilltarët aktual, pra këshilltarët e pozitës, votojnë kundër nesh, atëherë si rregull, teorikisht edhe praktikisht i bie që ne të mos i votojmë më atë, por nëse ndodh e njëjta gjë nga këshilltarët e opozitës, atëherë ne humbasim qartësinë edhe në raport me demokracinë. Pra për mendimin tim kjo është skandaloz, por kjo tregon edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme. Përgjithsisht, ata që zgjidhen aty, duke mos e pasur këtë vetdijen në gjykimin tim, vetdijen e thellë, ndjenjën për komunitetin, atëherë praktikisht këta njerëz ndërrohen në llogaritar, jo në politikan. Edhe unë kam pasur një farë tezë, po them kështu, ende të artikuluar përfundimisht, se ne sot përgjithsisht na dominojnë, sidomos tek pjesa e opozitës, qofshin këshilltar, qofshin politikanë, me radhë na dominojnë njerëzit që janë në politikë, por me mendësi biznesi. Që do të thotë, biznesmenët mund të bëjnë lek. Edhe është krejtësisht legjitime për një biznesmen që të bëjë lek. Po për politikanin që i njëjti koncept jetë dominues tek politikani, kjo është skandaloz, është e papranueshme, sepse konceptualisht ekonomia përkufizohet si pushteti ndërtuar mbi pasurinë. Pasuria ndërtuar mbi para, më fal. Ndërkohë që politika është forcë e ndërtuar, është pushteti ndërtuar mbi forcë. Pra, edhe konceptualisht kemi të bëjmë me dy domene të ndryshme. Atëherë ne sot, për fat keq edhe në Pogradec, nuk e kemi të qartë kush është politikani dhe kush është biznesmeni. Nëse nga pushteti kemi të bëjmë me biznesmen, sepse nëse ai nuk merr parasysh interesin e komunitetit, po merr parasysh interesin e investitorit strategjik, atëherë ky është biznesmen. Sepse politika do me thënë që ti më së pari të vendosësh, siç thot demokracia, nëse demokracia është ajo që ne besojmë për të vërtetë, demokracia është kjo. Pra demokracia thotë që më së pari, sidomos demokracia lokale, për cilën Bashkimi Evropian jep shumë lek, edhe të gjithë ato OJF-ve marrin lek shumë, po demokracia lokale këtë thotë, pra të themelojnë komunitetet forta, dhe kur merret një vendim i Këshillit Bashkiak, duhet të ketë parasysh interesi i komunitetit. Pra e pranuam këtë. Do të qëndroj te komuniteti. Ju keni rastin e Çorrafës. Rasti i Çorrafës, çfarë është rasti i Çorrafës? Më shpjegoj shumë shkurt. Në çfarë kuptim? Për çfarë bëhet fjalë në Çorrafë? Sepse shumë njerëz sot, mbas edhe nuk e kuptojnë saktësisht për çfarë po flisni, ëh? Nuk e kuptojnë saktësisht për çfarë po kërkoni ju si qytetar. Për një arsye shumë të madhe, sepse ndodh një zhurmë, ëh? Zakonisht ka një zhurmus. Në momentin që ngrihet një kaos, ka një zhurmus ose një çorientues. Çështja e Çorrafës është e thjeshtë. Bëhet fjalë për dhënien me qira të kullotave të fshatit Çorrafë. Fillimisht mendohej dhënia me qira e kullotave të quajtura Bregu i Lëndinëve. Tashmë është ndërruar dhe synohet dhënia me qira e pemtoreve e quajnë këto. Mirë po, 2-3 argumente kanë qenë dhe unë i kam përsëritur vazhdimisht sepse janë shumë të vërteta, nuk janë teka. Ashtu siç pretendojnë të tjerët. Pse të kanë thënë që janë teka? Po, kanë thënë që janë teka, e kanë thënë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Cilat janë? Tekat e di cilat janë? Jo, në parimisht. Ku do ta hash drekën sot, apo më pëlqevi apo s'më pëlqevi peshku? Kjo peshku. Kjo quhet tek. Tamam. Me përkufizim je shumë okay, është fiks, kjo është teka. Kjo është teka. Pretendosh se po mbron të drejtën tënde dhe të thonë që je duke mbrojtur teka, kjo është skandaloze. Gjithsesi. E para, pra këto janë argumentet që ne i kemi diskutuar që ditën e parë të mbledhjet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Ajo tokë është tokë zhavorishte. Çka rezultoi e pavërtet, tashmë besoj që edhe ju e dini që është e pavërtetë. Janë pamjet filmike. Erdha dhe unë ngrita dronë një ditë. Kështu që kjo puna e dronëve ka dalë për mirë. Nisi diçka jo e mirë, po ka dalë për mirë. Që do të thënë nuk është tokë zhavorisht. E dyta, ka qenë tokë e papërdorur, një pretendim tjetër,
që gjithashtu është e pavërtetë sepse është tokë që është përdorur historikisht nga blegtorët e Çavavës. Madje unë mbaj mend me tim gjysh kur isha i vogël shkoja ande dhe ruanin bagtin, se nuk kemi më po. Gjithsesi, pra, edhe vetë në pikpamje të kujtesës sime e kam të qartë, si më thënë. Edhe e treta, a ka zhvillim ajo zonë, pra a ka biznese në zonë. Dhe tani sigurisht e bëhet fjalë për kullota. Çfarë biznesesh mund të pritet në kullota? Pra, ka përmendur që bëhet fjalë për stalla, dhe këto janë biznese. Në pikpamje të blegtorisë këto konsiderohen biznese, se çfarë konsiderohen biznes tjetër. Pra, të gjitha këto arsye, këto tre arsye të cilat të marra së bashku sigurisht që kanë ndikim negativ, impakt negativ mbi komunitetin, sepse cënojnë ekonominë familjare të disa familjeve që mund të shkojnë 20-30, por që në numër përllogëriten edhe më shumë. Pra, duke qenë se cënojnë ekonominë familjare të atij fshati, atëherë në gjykimin tonë ne themi që ajo është një vendimarrje thellësisht e padrejtë. Për më tepër që shto faktin këtu, paktën këto hamendësime janë, po investitori strategjik është përfolur që në fillim pavarësisht emrit, pra shto faktin që ti tashmë po thua ju nuk bleni hiç, këto tuajat janë teka dhe duhet vi një investitor strategjik i cili do të investojë aty. Pra kjo është skandaloze dhe e papranueshme në pikpamje politike, sepse ti je duke u sjellë si biznesmen. Okej, atë shndron biznesmen, ne kemi traditë për fat keq, te ne kryetarët e komunave pasi kanë lënë detyrat janë për të gjithë biznesmen. Do të thënë, traditën e politikanit biznesmen ne e kemi. Po sigurisht kjo është e papranueshme. Për një shoqëri që dëshiron të jetë demokratike, synon të shkojë në Europë, duhet që politikani të jetë politikan. Edhe në rastin ton duhet që këshilltarët të cilët janë zgjedhur nga qytetarët dhe japin llogari drejt për së drejtit te qytetarët dhe më së pari duhet të kenë parasysh interesin e qytetarëve, duhet të sillen si politikanë të denj për atë profesion, për atë mision dhe të japin llogari fillimisht tek qytetarët, pastaj tek ata të cilët bëjnë punën e tyre. E di pse po qesh? Do të qëndroj pak tek investitori, pastaj do të qëndroj tek pjesa tjetër. Në fakt, personalisht e them dhe do të them publikisht që ta kenë edhe në rast se duhet për gjykat dikujt. Kam publikuar disa nga personat të cilët siç duket, dyshohet që kanë interesa të lidhura me këtë tokë. Mes tyre edhe një gazetar. Sepse edhe gazetarët bën të pasur në një moment të jetës së tyre. Unë ndonjëherë quaj veten time budalla, që nuk bëj si disa të tjerë, që në fund ditës të bëj pasuri. Dhe çuditërisht, brenda 3 minutash pas publikimit të një lajmi të tillë, pra ku një gazetar dyshohet që mund të fshihet pas tokave të Çeravës, pra si interesit të tyre, vjen dhe reagon duke më paralajmëruar për një padi. Dhe dua dhe gjej rastin nëpërmjet podcastit ku je i ftuar ti, po për të thënë edhe unë dy gjëra, që nuk ja kursej kujt dëshirën për padi dhe jam i gatshëm të përballem ku të duan. Sepse edhe do të shkoj pas në çdo biznesmeni i cili tenton të marrë tokën publike, atje ku janë interesat e banorëve, atje ku lidhet ekonomia familjare e çdo banese, atje ku duhet domosdoshmërisht njerëzit mbajnë shtëpinë me ato toka, do t'i shkoj deri në fund hap pas hapi, nga i pari tek i fundit, sa do i fuqishëm të jetë. Jo, t'ja them publikisht që jam i gatshëm plotësisht të shkoj kudo, sepse e meritojnë në disa raste të tilla. Por duhet të ndaloj në një element tjetër. Ju tashmë është caktuar një vendim për sa i përket kësaj toke. Pra, nga 70 ca hektarë që kanë qenë në fillim si draft, është kufizuar në 30 e pak hektarë. Nuk mjaftoi për një smbrapsje, një tërheqje e pushtetit lokal te kërkesat përballë banorëve. Domethënë, a patët juve një reagim pozitiv te kjo ulje e sipërfaqes apo e doni të gjithën? Dhe pse duhet që të ishte e gjitha në blok 70 ca hektari? Ne nuk mund të ishim të gëzuar në të gjitha skenaret, sepse 34 hektarë është shumë. Për 74 hektarë unë nuk e di,
Me siguri që është e vërtetë, përderisa Ka qenë drafti i parë që është rrëzuar po, nga vetë këshilltarët, po. por që nuk jemi të gëzuar sepse 34 hektare para njëre është një hapësirë shumë e madhe, shumë e gjerë. Dhe pakte me çfarë thamë Ju thatë që lidhen dy zona. Po, do më thënë këtë do them. Me çfarë do thënë këshill, është kjo. Në qoftë se ju po hiqni dorë nga bregu i Lëndinave ku ishin 35 hektar. Dhe tani ndërkohë po shkoni te 34 hektar që janë pemtore. Pra praktikisht ju po bllokoni këtë vendin këtej për të shkuar te ky vendi këtu. Që do të thotë, dëmi është i njëjtë, duke pasur parasysh edhe faktin që një pjesë e mirë e bizneseve, konkretisht stallave të bagëtive, të imtave, janë të shtrira në sipërfaqe gjeografike. Dhe që të mbërrihin aty ku është bregu i Lëndinave, ku është uji, Emerald, duhet që të kalojnë përmes kësaj kullote këtu. Por në momentin që kjo kullot këtu, ashtu siç ka precedent të mparshëm që pasi është dhënë me qira, është bllokuar, është rrethuar me bandier me tela. Kjo është e vërtetë, mund verifikohet. Pra nëse po na bën derë, si më thënë, nëse mund ta konsiderojmë derë, pra po na le këto 35 hektar, po na jep këto 34, po ndërkohë do ta bllokosh, do ta rrethosh me tela, me bandiera këtë hapësirë toke, atëherë dëmi është i njëjtë dhe mund të jemi falënderues për këtë gjë. Pra kjo është sigurisht është skandaloze dhe e papranueshme. Për më tepër gjej rastin ta them këtu publikisht që ai rezervuari që ata zotrinj të thanë, ja u kemi rregulluar, të shkojnë ta verifikojnë se është çfarë. Është çfarë rezervuarja. Pra e kanë bërë 3-4 muaj më parë. Kush është përgjegjës për këtë? Po çfarë investimi i ka ruajtur bashkisë? Derin që ne i kanë bërë, pra sa ju rregulluam rezervuarin, atëherë praktikisht edhe ky nder nuk ekziston më, sepse shifet në terma nderi. Pra thot, diçka që e ka detyrë ju kemi bërë nder. Ky tjetë nder. E para njëherë duhet ta kesh nder ti që je aty në krye dhe është përgjegjësia jote që ti je rezervuar. Ja rezervuar i qartë tani. Pra është përgjegjësia jote dhe detyra jote që ti ta rregullosh atë, sepse tek e fundit ti po shpenzon taksat tona për të rregulluar diçka e cila është e rëndësishme pothuajse jetike për ata banorë atje, pra për bagëtitë e tyre. Kështu që si mundet të jemi ne të kënaqur, të gëzuar ti tashmë jo vetëm që po na merr kullotat, po edhe këto që ti i konsideron dere janë dere me të futur. Unë duhet të kthehem pak tek vendimarrja. Do të them tek vendimarrja sa ditë edhe një incident që ka ndodhur. Një incident i cili nuk na bën krenar për mënyrën se si dhe se kë kemi të zgjedhur dhe për mënyrën se si merren vendimarrjet. Duhet të ndroj tek një fjalë që është thënë atë ditë, unë kam bërë një editorial për këtë fjalë. Legend. Legend në fakt unë kam thënë që do të ishte gjëja më e dobishme përballë këshilltarëve të Këshillit Bashkiak të Pogradës. Ofendohet legjeni në shumë raste. Për një arsye kryesore, se në qoftë se sot kemi vendimarrje të gabuara, vendimarrje të qëllimshme, të cilat cënojnë interesat e qytetarëve, një individ nuk mund të quhet më shumë se legend. Le të padisin mua për fyerje. Le të mbadisi. Jam i gatshëm që të shkoj edhe për këtë pjesë. Jam plotësisht i hapur, sepse jo për gjë, por pastaj duhet merrem unë personalisht me të gjithë këshilltarët, me këshilltaren biznesmene të madhe, e cila gjen mundësinë të ngrejë revolt brenda në këshill dhe të bërtasi, që përfiton sot nga tendera, përfiton edhe shumë elemente të tjera. Nuk po flas me emra, po i di Pogradecës. Edhe po që nga këshilltarët e tjerë që vjen aty për të ngritur kartonin për interesat e tjera të fsheta. Dikush merr një tender në dorë, dikush jepet vllajt një gjë, dikush ka tjetrin të punësuar, dikush është mbyllur goja direkt apo indirekt. I njeh qytetit gjithë. Por përpara se të kaloj te kjo pjesë, mua më intereson çfarë ndodhi atë ditë. Pamjet janë publike. Sigurisht akuza që mu deklarua mua është në kufit e marrëzisë, sepse mu tha që është dhunim për shkak të detyrës dhe ti rrezikon që të dënohesh 3 deri në 5 vite burr. Dhunim për goditje për shkak të detyrës. Më fal, vetëm një sekond, përpara se të kalojmë në atë pjesë. Duhet të pengoj të flas sot, edhe pse është mesazh.
Dhunim për shkak detyrës do të ishte se unë jam vetë jurist, edhe njoh më mirë se këta juristët që mbledhen nga 5 veta nuk më kthejnë dot përgjigje sot nëpër institucione. Vetëm një fakt do të them, dhunim për shkak detyrës do të ishte në rast se dikush do të goditej për shkak të vendimarrjes. Jo për shkakun e tejkalimit të kompetencave të tij dhe marrjen e kompetencave të rojes. Për gjithsesi, nëse bazohemi te ky rast, unë dua të nxjerr publik një shkresë të fundit. Jam drejtuar një sër institucioneve në Shqipëri për konfliktin e interesit, për sa i përket këshilltarëve të Këshillit Bashkiak, prefekti i qarkut Korçës ka kërkuar së fundmi, siç duket nëpërmjet kësaj shkrese, interpretimin e mandatit për sa i përket disa këshilltarë. Këshilli Bashkiak në Pogradec, zyrtarisht sot në këtë moment që flasim, ka disa këshilltarë të cilët janë nën punës të administratës publike. Çka shkelin komplet ligjin dhe ka një papajtueshmëri të mandatit të plot. Në fakt unë e kam çuar në prefekturë, paralajmëroj dhe kam paralajmëruar dhe do të vazhdoj ta them, pasi të përfundoj kjo procedurë, do ta çoj përballë organeve hetimore, sepse ka një shkelje të pozicionit detyrës, pra shpërdorim detyre nga funksionarët të cilët e kanë lejuar këtë gjë, dhe për më tepër në rast se guxon dikush që të shkeli pikërisht mbi këto fakte që janë, do t'i çojë jo vetëm në gjykatë kushtetuese, por do t'i çojë në SPAK. Të jenë të bindur dhe nuk i ndajmë kësaj gjë, derisa të shkojë deri në fund. Dhe për të lidhur me çështjen, thjesht prokuroria duhet të nisë një hetim, sepse zotëria i cili ka votuar atë ditë, i cili më pas ju ka goditur dhe ju është ngritur t'ju nxjerrë jashtë, është në papajtueshmëri të mandatit dhe nuk ka se si të ketë mandat, kështu që nuk është në goditje për shkak të detyrës. Dhe prokuroria e cila e ka kthyer si çështje në ndjenjën time, por do të diskutojmë, duhet të mbledhim mendjen mirë. Inshallah. Do të mbledhim mendjen mirë sepse ka dhe institucione të tjera. Ja ku është këtu. E gjitha. Përgëzime edhe për këtë edhe gjithmonë ke mbështetjen tonë, po thjesht për të thënë diçka lidhur me këshillin, lidhur me vendimarrjen, lidhur me atë që ndodhi, sepse e para një herë nuk e kisha kurse si qëllim që të dhunoja dikë për shkak të detyrës. Pra kjo për mendimin tim është një akuzë e fabrikuar në kufijtë e poshtërsisë. Kushdo që e ka ngritur ka bërë diçka shumë të gabuar, madje shumë të ligë do thoja unë. Është porositur diku. Nuk ka qenë ky synimi. Për më tepër shto faktin këtu që ishte zotëria i cili u ngrit ndaj meje. Unë nuk kam asgjë personale, madje nuk kam asgjë personale me askënd. Unë nuk e konsideroj politikën si diçka personale. Për më tepër, unë isha aty si përfaqësues i banorëve, nuk isha si përfaqësues i një interesi tim vetjak. Përkundrazi, isha përfaqësues i banorëve për të përfaqësuar interesat e tyre. Ata më thanë, Kevi, ne duam që ti të jesh aty si përfaqësues i joni, kaq, sepse ata mendojnë besojnë tek unë. A u provokove? Po, përderisa zotëria u çon provokim, po gjithsesi nuk ka rëndësi kjo pjesë. Nuk më intereson fare kjo se gjithsesi ajo çfarë është e rëndësishme për ne ngelet kauza gjithmonë. Dhe paturpësia që duan të bëjnë këta mund të ngelet, po gjithsesi do ju ngelet atyre, sepse unë të paktën minimalisht ndërgjegjen e kam të qetë. Po ashtu isha aty në mbrojtje të një kauze që ne e mendojmë si të drejtë. Dhe po ashtu në të gjithë diskutimin që është bërë në Këshillin Bashkiak, ka përdorur asnjë term fyes ndaj askujt, përkundrazi ju jemi referuar të gjithëve me shumë respekt. Madje me terma teknik që i meritojnë gjithë secili. Megjithëse për mua disa nuk e meritojnë. Me siguri që po, por ne kemi për detyrë që të paktën të tregojmë se kush jemi. Pra ne ishim aty për të bërë politik. Dhe ishim duke bërë politik. Në qoftë se zotrin duan të bëjmë politik, e kam thënë edhe herë të tjera, me mjete jo politike, kjo është e papranueshme. Përkundrazi, kjo është në kufijtë e poshtërsisë për mendimin tim, sepse demokracia, të drejtat e njeriu, dinjiteti njerëzor me radhë gjitha këto që janë. Pothuajse themelet e një rendi demokratik janë krijuar pikërisht që të mbrojnë dinjitetin e njeriu. Pra ti do të bësh politik, ti ke ofertën tënde, ti ke pikpamjen tënde, ti ke programin tënd, ti je nxjerr në publik. Atëherë, pas kësaj qytetarët të zgjedhin atë që mendojnë se është më e mirë, alternativa më e mirë, por që deri këtu
Pra kjo është legjitime në pikpamje politike, por nuk mundesh që ti ta kthesh në kohën e shokut e nver, edhe ti thuash tjetrit jo ti i burgosur për shkak se ti mendon ndryshe nga unë. Kjo është jo demokratike, por kjo është thellësisht antidemokratike. Kjo nuk ka të bëjë hiç me Evropën. Se ne kemi të afërt idenë për në Evropë, por nuk shkohet kështu në Evropë. Pra në Evropë duhet shkosh duke dashur komunitetin tënd, dhe po ju sjell një shembull nga Evropa, nëse më lejon, kur kemi qenë në Holland, pjesë e një grupi studentësh nga Ueti, edhe unë jam habitur sinqerisht për dashurinë që kishin ata njerëz për komunitetin e tyre. Kemi qenë në Deventer, në Saxion University, na tregonin se si një pjesë e mirë e veprave publike ishin ndërtuar të gjitha me forca vullnetare, pra vullnetarisht të gjithë kishin kontribuar për ndërtimin e veprave publike. Pra kjo tregon dashuri për komunitetin, për vendin. Kjo është Evropa. Nuk është LGBT Evropa, ose të paktën është një pjesë margjinale e Evropës. Kjo është Evropa, ajo që e thash në fillim. Pra të duash komunitetin tënd, ti shërbesh komunitetit tënd. Dhe kur je në këshill, ke përgjegjësinë më të madhe për të shërbyer këshillit tënd. Dhe ata këshilltarë që për hatër të interesave personale ose për shkak të presioneve votojnë ashtu si votojnë, atëherë ata janë biznesmen, dhe disa të cilët kanë edhe profesione shumë të nderuara, të gjenden aty të përbaltin emrin dhe profesionin. Kjo është skandaloze, dhe vjen sinqerisht më vjen shumë keq për ata. Evropa ka shumë standarde. Ka një standard që fermierin e mbështet. Blegtorin po ashtu. E subvencionon, jep sa më shumë hapësira. Nuk gjen në Evropa investitor strategjik. Kjo është pike jonë. Kjo është Kjo është autentike. Autentike. Dhe ja faturojnë vetëm. Dhe mirë, si pas kësaj situate, ju patët atë që do të njihej si paraburgim, periudhë paraburgimi derisa dolët në gjykatë. Po. Një kolegu im do thoshte si e kalove burgun. Po dhe unë do të pyes sa e vështirë ishte për ty që të kishe atë debatin mbase me veten tënde, që a bëre gjën e duhur, a u përballe me gjën e duhur, apo a duhet kishe reagimin e duhur. Besoj sepse periudha larg celularëve, larg botës ti jep mundësi më shumë të reflektosh me veten tënde. Po, fillimisht, me thënë drejtën, ishte e vështirë, sidomos dita e parë, edhe për shkak të një shoku psikologjik që përjetova për ato arsye që i përmenda, pra për shkak të akuzës që mu deklarua, për shkak të fakti se mu tha që do bësh kaq e aq burge. Pra ishte tu paralajmërua. Po. Këto mu tha. Dhe praktikisht ishte një farë tronditje psikologjike më tepër se çfarë bër. Dhe sigurisht dita e parë ishte e vështirë, por një nga momentet i cili realisht më motivoi, më energjizoi, ishte fakti që sigurisht familjarët e mi, shokët e mi, miqtë e mi të gjithë ishin aty pranë te komisariati, dhe kjo sigurisht që është ndihmëse e madhe edhe psikologjikisht, sepse ti e di që nuk je vetëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj sigurisht dita e parë në paraburgim ishte në kufit e llahtarisë, sepse nuk e kisha menduar që do isha i burgosur, që do përfundoja në një qeli ku drita, pra e menduar çdo gjë në pikpamje psikologjike, një drita që drinte gjithkohës mbi fytyrë, që nuk fikej asnjëherë. Pra dihet pak a shumë cilat janë kushtet e paraburgimit. Dihet. Se Pirut, ishte një shtrat aty ishte edhe tualeti, po themi, të gjitha me radhë, pra ato batanijet më kujtohet, nëse më lejon të them, më kujtohet një profesor im shumë i dashur, thoshte batanijet e Beratit prodhoheshin në kohën e Enverit, po ti hidhje ato vetëm në mëngjes duhet i hiqje. E njëjta gjë ishte atje, batanie me qime. Pra çdo më thënë, ishte e menduar e gjitha për ta lodhur psikologjikisht njeriu, sepse sigurisht ky është qëllimi. Pra nëse ti ke bërë diçka të keqe, atëherë ti minimalisht duhet që të dobësohesh psikologjikisht. Por që dita e parë ishte godit, se pastaj ja merrje dorë. Ti si ta thuash, po ja merrje dorë. Dgjoj, ndërkohë që ti ndodhesh e brenda 4 mureve, ushtarët e kolonialit Zampa tek pra burim nga Kadareja, megjithëse po them, ne po flasim më tepër se ç'duhet, ata nuk e kuptojnë atë këtë që ne po flasim. Dhe jam i bindur për këtë gjë. Ushtarët e kolonialit Zampa vinin dëshmonin në komisariat. Pra këshilltarët e Këshillit Bashkiak, disa prej tyre pranuan të bëshin vegla për të ardhur dhe për të dëshmuar. Dhe përpos kësaj pjese,
Nuk e di pse sot nuk ka një hetim. Nuk ka një hetim. Për sa i përket fshirjes së materialeve video dhe audio nga Këshilli Bashkiak, pra kemi elementet të plotë të veprës penale prishit provave, pasi skena nuk ka ndodhur vetëm momentin që ti ke qenë në sallë, edhe pasi ti ke dalë nga momenti i incidentit, përsëri aty janë zhvilluar disa ngjarje dhe totalisht sot institucioni i Këshillit Bashkiak ka bërë veprën më të rëndë penale, fshirje të provave për të fshehur të vërtetën, dhe zbardhjen e të vërtetës. Dhe nuk e di kush është ai jetues dhe kush është ai ku diun, oficer tjerë që nuk e ka administruar këtë gjë. Jam i gatshëm nëse ata nuk e gjendon në faqen e bashkisë, kam shkarkuar unë materialin. E kam materialin gati për t'ia dhënë. Dhe përposë se pjesë tjetër, nuk e di si kanë ardhur urdhrat, kush i ka dirigjuar urdhrat për ndalimin tënd. Ne kemi qenë të dy përpara se ndodhte ndalimi. Kemi vajtur deri në komisariate dhe jemi thyer. Sepse kemi thënë që siç ishte vendimi jot që mos e ndiqni këtë situatë përderisa ishte kjo situatë mori këtë lloj zhurme. Gjithsesi, akoma nuk kemi një përgjigje për sa i përket formës se si është proceduar ditë nga organet lokale. Dhe nëse organet e policisë lokale janë komanduar nga dikush tjetër, dhe këtë pyetje e kemi pa përgjigje sot. Gjithsesi, kjo sak vjont të mbetet aktive. Prokuroria ka kërkuar çfarë ka kërkuar? Ankimim. Për çfarë arsye? Jeni avokati duhet të di. Po thjesht ka ankimuar vendimin e gjykatës, ka. Duke qenë se ka ankimuar ju në këtë moment, e keni një farë frike? Ju jeni nga ata rastet e pakta që mund të ketë dalë pa mas sigurie. Një në radhë parë dhe e dyta me një vendim për arrestim palishëm. Atëherë kjo dëshmon që ne kishim të drejtë edhe provat janë në anën tonë. Kështu që praktikisht pra dihet tashmë nga pamjet filmike se nuk isha unë fajtori. Madje në parametrat e mia, ajo nuk duhej shndërruar në një skandal të atij niveli, sepse ishte diçka që ndodhi në Këshillin Bashkiak për shkak të irritimit që ne patëm lidhur me vendimin që ata miratuan dhe nderi, nëse shqiptari akoma ka nder, do ta kërkonte që këta zotërinjt kanë të drejtën e tyre. Pra, minimalisht ne duhet i mirë kuptoj për irritimin e momentit. Sepse pasi po shkojmë po marrim tokat, sigurisht nuk mund të pritet në njëri me dy parlament t'ju thot faleminderit. Faleminderit që po na i merrni tokat. Se kështu e do urtësia, jo. Minimalisht çdo kush duhet ta bënte gjykojë unë diçka të tillë, pavarësisht se ndodhi provokimi, por edhe banorët e tjerë ishin njëjtë i irrituar aq sa edhe unë. Pra, vendimi prodhoi atë situatë të pakëndshme. Dhe duke pasur parasysh që ne kishim zhvilluar një dialog, kishim zhvilluar diskutime të dy anshme në Këshill, referuar këtyre, atëherë mendoj që do të ishte në nderin e të gjithëve ne që ajo çështje të mbyllej aty. Kishte nevoja të bëhej kaq e madhe. Për më tepër që ne, po e përmend për të disatën herë, ishim në të drejtën tonë. Sepse jemi ne ata të cilët e kemi përdorur historikisht atë kullot, jemi ne ata të cilët po e shfrytëzojmë momentalisht përmes bizneseve që kanë ndërtuar banorët, dhe jemi ne ata të cilët, dhe kjo duhet kuptohet, janë trashëgimtarët e paraardhësve tanë të cilët na i kanë lënë trashëgimi. Pra nuk mundet që dikush thjesht thotë, gjose ne do ta zhvillojmë këtë pronë edhe tashmë ju duhet ta dorëzoni. Jo, mund të funksionojë kështu. Prandaj, nisur nga këto që sapo thash, unë mendoj që do të ishte shumë e arsyeshme mos agravimi i situatës deri në atë nivel ku shkoi, sepse nuk është edhe në nderin e atyre. Pra unë dola i pafajshëm sepse i pafajshëm jam. Jo sepse më shpalli gjykatat pafajshëm padrejtësisht. Jo, sepse i pafajshëm jam.
sepse arrestimi është i paligjshëm, sepse po ashtu të gjithë ata që më njohin e dinë se unë nuk jam i dhunshëm, unë nuk kam dhunuar njerëz ndonjëherë në jetën time, as kam pasur për qëllim që të dhunoj ndonjëherë njerëz, as nuk synoj të dhunoj njerëzit. Jam një njeri i cili kam parimet e mia, sigurisht nuk lëshoj në parimet e mia, nëse ti mendon se ky çuni urt do lëshoj te parimet e vet, është gabim. Dhe gjithë secili duhet të ketë 2-3 parime që thotë këtu, shko vllai se kjo është gabim. Kështu mendoj unë. Unë qesh sepse di disa gjëra që mbase të tjerë që na ndjekën nuk i ndjekën kaq shumë. Sepse nëse njoh Kevin për një student në kohën e tij ekselent, të qetë, njoh edhe palën tjetër. Kështu që duhet ta filloj të mbaroj këtë argument. Nuk dua që të vazhdojmë tej për këtë pjesë, megjithëse ka një çështje që është shumë të thjeshtë, kur drejtësia flet, politika është, kemi një proverb ne, kështu që politika duhet të jeshti dhe jo të flasi siç foli, dhe jo të flasi siç dëshironte të rëndonte dhe rëndoi në barën e një qytetari i cili kërkonte të drejtat e tij as më shumë as më pak. Shpresoj që të kthjellohet. Në fakt, duhet të kthejmë në një pikë tjetër përpara se të kalojmë drejt mbylljes. Pjesa e paneleve fotovoltaike, pjesa e dhënies së tokave me qira, po kthehet në një virus si jashtëzakonisht rrezikshëm. Vetëm pak kohë më parë, edhe banorët e një fshati në Ersek u ngritën po ashtu si ju në protestë. Dhe po përballen po ashtu si ju me arrogancën institucionale vendore. Në këtë rast, sot ju keni një vendimarrje e cila është tek Këshilli Bashkiak. A synoni ta kundërshtoni nëpërmjet mjeteve ligjore? Ne e kemi thënë që patjetër që synojmë ta kundërshtojmë ligjërisht. Pra, përderisa ekziston mundësia që ky vendim të kundërshtohet ligjërisht, atëherë ne do të ndërmarrim të gjitha fapat e nevojshëm ligjor për ta kundërshtuar. Pra, kjo është e vetkuptueshme, mendoj unë. Sigurisht që duhet bërë, sepse tek e fundit, paktën me ç'thonë edhe banorët, do më prirem t'ju besoj, ata janë po aq të vendosur që ta ndjekin ligjërisht çështjen. Sigurisht do konsultohemi me një avokat dhe po themi kështu që kjo çështje do t'i kaloj avokatit, pra avokati do merret me këtë punë. Sigurisht duke mos lënë me një rezistencën paqësore. Kuptohet kjo punë. Sepse duhet të ngulitet një herë mirë në mendje. Ato prona janë prona të çrravës. Le të vi investitor strategjik, këshilli, kryetari, kush të doj. Unë këtë e them fuqimisht. E pa drejta nuk mund të bëhet e drejtë. Në qoftë se ti mendon se unë kam pushtetin dhe do ta marr pronën, ti e merr, sepse unë nuk ta mbaj dot me dhunë. Sigurisht që s'ta mbaj dot. Por ti nuk mundesh të më imponosh mua të padrejtën për të drejtë. Kurse si. Pra, ato argumentet që unë referova në fillim, të cilët ata i përdorin për të legjitimuar kërkesat e tyre janë të padrejta. Dhe unë them, për shkak të këtyre argumenteve të padrejta, mos pretendot më thuar që kjo që po bën ti është e drejtë. Jo. Pra, të jetë e qartë që ajo është e padrejtë. Dhe ne, të paktën unë personalisht, them, ajo që është e padrejtë le të quhet e padrejtë. Merre se ndoshta nuk kam forcë të përballoj. Por mos ma përliq përmes së drejtës, nuk është e drejtë. Pra kjo duhet jetë thellësisht e qartë. Kështu që praktikisht në momentin që kemi të bëjmë me një vendimarrje të padrejtë, ndoshta pushteti një ditë do të ndërrojë. Edhe pushteti aty nuk është pronë private, kjo gjë duhet kuptohet. Është ligjësia e Zotit kjo. Ata që kanë dy paremënd e dinë, është ligjësia e Zotit që pushteti ndërron mes njerëzve. Dhe mundet që edhe kjo vendimarrje të ndryshojë. Po të paktën për ligjen e të padrejtësit drejt, kjo është skandaloz. Kjo është papirë. Më kujtohet një shprehje shumë interesante për këtë që bie nga pushteti. Duket sikur bie nga qielli, jo sikur bie nga pushteti, kështu që patjetër, po janë shumë lart, nuk e di që. Okej, ne po vemi drejt fundit, sa kemi diçka tjetër që mund ta shtojmë, po themi mbase të një mesazh. Se më lejon mesazh, sinqerisht dua. Mesazh, patjetër. Pra nisu nga komuniteti.
Unë kam dashur të bëj një betejë, si me thënë, personale me shokët e mi, me miqtë e mi, duke thënë ju lutem qëndroni, mos u largoni. Edhe kam dashur ta përliq këtë mesazh me dashurinë për komunitetin. Edhe sinqerisht ju bëj thirrje të gjithë njerëzve, të gjithë anëtarëve të komuniteteve që të shtojnë dashurinë për komunitetin, sepse është prelut për dashurinë për kombin. Pra e thënë, kjo mund të tingëllojë disi absurde, arbitrare, po kuksi nuk e dua njëjtë unë siç e do një kuksian. Kjo është e qartë, sepse unë as kam lindur, as jam rritur aty. S'ke lidhje. Pra, dashuria ime është dashuria për komunitetin tim, për vendin ku unë jam lindur, jam rritur. Pra ky është vatani. Ky është kombi. Ky është vendi jot. Aty ku ti ke rrënjët e tua, ke familjen tënde, parefisin, shokët, miqt. Ky është komuniteti dhe dashuria për komunitetin duhet të jetë e pa negociueshme, është kushti themelor për të pasur një vend të zhvilluar, të prosperuar, për ta shndruar vendin tonë në një vend të jetueshëm, ku njerëzit duan të jetojnë. Dhe unë, meqense jemi 28-29 nëntorin, kam shkruar që nëse ne nuk kemi dashuri për komunitetin, atëherë praktikisht ne jemi thjesht demagog. Jemi demagog të cilët shfrytëzojnë dobësitë e popullit për përfitimet e veta. Ai i cili e do kombin e vet, bën më të mirën për komunitetin e vet dhe në detyrën të cilën ai ndodhet. E ushtron me përgjegjësi shumë të lartë detyrën të cilën ai ndodhet. Kjo është dashuria për kombin. Ky është përkufizimi më konkret që mund t'i japim dashurisë për kombin. Të tjerat janë demagogjira. Të tjerat janë demagogji për të vjedhur, sipas meje. Dashuria për kombin është dhe dashuria për familjen, dashuria për pronën tënde dhe dashuria për të qenë i lirë për të folur. Shumë e vërtetë. Në qoftë se këto tre arrin të ndara, nuk ka as dashuri, as komb dhe ndodh ajo gjë që sot të gjithë po ikin. Perfektisht. Kevin, ishte një diskutim dhe bisedë, besoj që brenda asaj që ne do ta njohim etike. Patjetër. Nga ana jote, nga ana ime një veçumë. Është domosdoshmëri, edhe nga ana jote ishte shumë etike. Por mendoj që mund të ketë sqaruar dhe shumë njerëz janë të paqartë për çfarë po ndodh me Çeravën, çfarë po ndodh me Kevin apo dhe me kauzën qytetare. Dhe kauza qytetare në Pogradec është një nga sfidat më të mëdha, sepse kauza mund të bësh në qytet, në qytete si Tirana, mund të bësh në qytete të mëdha, por qytetet vogla është shumë e vështirë të kryesh, sepse të gjithë njohim gjithë. Dhe në fakt ajo që ti në një fragment përmend është opozita. Unë e shoh opozitën e ndarë, pra opozitën e ndarë nga baza në qendër. Dhe mendoj që opozita në bazë është ajo më e nevojshmja. Por kur flasim për opozitën, po flasim për parti politike. Po flasim për mbrojtjen e drejtave të gjithë qytetarëve që janë në minorancë në krahasim me pjesën tjetër. Gjithsesi unë të falenderoj vërtet shumë dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit gjithashtu edhe për ty. Dhe mendoj dhe të them gjithmonë që ke në krah gjithmonë njerëzit që janë të ndershëm. Ata që janë përballë teje për kauza, kundër kauzave që ti mbro, aty nuk shkon diçka atë. Faleminderit Armand, të uroj gjithashtu edhe ty shumë suksese. Je model, kjo është e sigurt. Gjenerata jonë pak ka nxjerr, po ka të mira. Të falenderoj. Në fakt unë përpara se ta mbyll podcastin e sotshëm, dua fakt të them edhe dy fjalë të shkurtra. Media jonë, Pogradeci Press është përballur shpeshherë me sulme të drejtë për drejta, intimidime, fyerje, dhe deri nga ana tjetër deri në diskutime në disa kafene të qytetit për atentate. Gjithashtu jemi përballur edhe me censurën e mundshme duke bllokuar në mënyrë kibernetike rrjetet tona sociale jo më larg se pak kohë më parë. Kështu që unë i bëj thirrje kushdo që tenton ta bëj këtë gjë, nuk ka mjet dhe forcë në këtë botë për të ndaluar dhe për na frenuar ne të themi atë që duhet thënë, të mbrojmë interesat e publikut, të mbrojmë qytetarët, madje të flasim edhe ato gjëra që shumë të tjerë nuk kanë kurajën të.
Gjithsesi unë po ju le takim në podcastin e radhës me një tjetër të ftuar. Deri atëherë shpresoj që një pjesë e madhe e atyre që folëm të kthjellohen dhe mbase të ketë një reagim. Faleminderit.